Dashur miq, ja ku takojmë së bashku në emisionin Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për fermerin kosovar, do të kuptojmë si është gjendja e tij, si është gjendja bujqësore në Kosovë dhe do të marrim këshilla se si duhet të gjenden bujqit gjatë këtij sezoni të vrullshëm të punëve që kanë. Me ne në studio profesori Imer Usinovci. Mirë se vjen profesor, ne si jemi bashkë. Përshëndetje. Si është gjendja aktuale në bujqësinë kosovare në këtë sezon të punës? Po, normalisht, si në gjithë sektor tjerë, edhe në sektor në bujqësisë, është një prej sektorëve kryesorë të zhvillimit ekonomik në Kosovë, ka të lashe, ka probleme, ka grumbullim të shumë prioriteteve për cilat është vështirë me dhënë zgjedhje, sepse rëndom kur merren shumë prioritetet kryhen, vështirë që përfundojnë ato. Megjithatë ka një kulturë pune tek fermerët, sepse Pra, ajo që nuk mungon është vullneti për punë. Dikon të periudhë një qerek shekulli pas lufte, bukurmirë janë diferencua, domethënë fermerët e vegjël, të cilët kanë vështërsi, kanë fragmentarizim të ngazdrave tjera, në raport me fermerët të mëdhaj ose fermerët komercial, cilët janë bukur shumë të vetëdijsuar për zbatueshmërinë e shumë masave agroteknike, masave të përkujdesjes gjatë periudhës vegetative, që kanë një target prodhimin final, domethënë, qoftë në prodhimin bimor, qoftë në produktet animale, për të cilat qoftë qumshti, qoftë mishi ose qofshin në prodhimet e tyre, janë goxha shumë edhe sot e kësaj dite të importuara, dhe ideja është që së bashku me fermerë në teren, qofshin prodhues, qofshin përpunues, me pushtetin lokal, me ndikimin e pushtetit rajonal, me ndikimin e pushtetit qendror, që të njëjtit të mbështeten. Definitivisht një gjë është kuptuar në Kosovë se vetëm një emrues i përbashkët në mes të këtij trekanshi që potencova shkarazi paraprakisht mund të funksionalizohet zinxhiri i prodhimtarisë primare, i cili duhet të finalizohet në produkte finale për shumë arsye. E para, Kosova ka një emigracion goxha të shprehur të gjeneratës së re, sidomos, dhe konsideroj që me intensifikimin dhe zhvillimin e bujqësisë, nëse asaj japim tretmanin që e meriton në ekuilibrimin e dikasterëve shtetëror, atëherë normalisht që do të zbutshim shumë probleme, qoftë organizative, qoftë teknike, qoftë sociale, shkallë të madhe të papunësisë e tjera, sepse nuk jem të i thonë diçka që nuk bëhet. Domethënë, unë nuk mund të them se konditat tona agroekologjike përkojnë me kultivimin intensiv të orizit, por që të blejmë kaq shumë produkte të grurit, misrit, vajit, sheqerit, duhanit, domethënë prodhimet që janë finalizuar paraprakisht në Kosovë, prodhime për cilat edhe fermerët, prodhues, edhe qendrat përpunuese kanë një traditë, dhe kemë këtë import të madh të produkteve që përkojnë me kushtet tona agroekologjike, kjo është pa justifikueshme. Andaj edhe fermerët kanë hallet e veta, kanë telashet e veta. Cilat janë ato hallet kryesore? Cilat janë sfidat më të mëdha të fermerit kosovar? Tani, mbështetja e fermerëve që duhet të bëhet në kuptimin qoftë material përmes masave stimulative, qofshin ato subvencione, regrese, premie, tjera, është të mjaftueshme, është mjaftueshme, është dilemë që mund ta diskutojmë gjatë debatit, qoftë edhe për krahja tjetër, domethënë profesionale nga shërbimet ekstensioniste në terren, duhet të jenë gjithmonë në vendin e ngjarjes dhe tek fermerët, domethënë ata që kumpaon si shkallë pakënaqësie, një pjesë e madhe kur aplikojnë për përfitimin e masave subvencionuese, për përfitimin e granteve zhvillimore e tjera, shumë më tepër të njëjtit duhet të plotësojnë kriteret të aplikimit, sesa kriteret të implementimit ose zbatueshmërisë. Mendoj se këtu është gabim që duhet të mbrohet kjo metodologji se kur masat stimulative jepen për një produkt të caktuar, i njëjti duhet sjellë rezultat. Nëse ne shtojmë masat stimulative që është e vërtetë dhe që është edhe politike e Bashkimit Evropian, politika e përbashkëta bujqësore, që është evidente edhe tek ne, dhe kemi migracion popullatës dhe mbyllje të shtallave,
domethënë zvoglim të numrit të konsumatorëve dhe importi është në rritje, atëherë metodologjia nuk është e duhur, kriteret nuk janë të mirëfillta, duhet të gjendet defekti, përkatësisht gabimi, dhe kjo më së miri dhe më së bukur i përshkruhet kur del njeriu në terren dhe kur e sheh në vendin e ngjarjes, domethënë prodhimin e caktuar, qoftë të kulturave tradicionale, qoftë të prodhimtarisë intenzive, siç janë tash, domethënë për shembull vjesha në terren është ajo faza intenzive tash kultivimit, trapjantimit të fidanëve, sepse e mundson faktori temperaturë, faktori lagështie e tjera, dhe kjo është një punë që duhet të shmohet dhe duhet të respektohet, sepse fermeri qoftë ai prodhues, qoftë përpunues targetin, objektiven, domethënë gjithmonë ka humane, ka prodhimin e ushqimit. Dhe kjo është arsyeja kryesore që duhet të mbështetet, por që e njëjta veprimtari, përkatësisht e njëjta punë, e njëjta ekip që punon në terren me ta duhet të sjellë rezultate konkrete, mbarësisht nga viti. Bie fjala vitin e kaluar ne kemi pas një mbretërim të kushteve të mira agroekologjike dhe një prodhimtari goxha të mirë të grurit, por që nuk përkoj me prodhimtari të mirë të misrit si rezultati i ariditetit ose fatësisë në qershor, korrik dhe gusht, dhe si vjet për misrin nuk mund të flasim, është herë të flasim, por ato rreshje që kishim ditë më parë. Tani gruri është në një fazë shumë të mirë. Rreshjet që priten sot masdite dhe nesër, domthonë në agronomi quhen rreshje të majt, janë rreshje të arta për grurin. Pra gruri ka nevojë për rreshje të majt dhe praktikisht në qershor dhe fillim të korrikut kur veç mbushet kokra e tij dhe vjen në fenofaza e fundit, domthonë faza e pjekurisë që përfshin fenofazën qumshtore, dyllore dhe të plot, atëherë kërkesat për lagështi janë minimale për grurin, po që se kemë rreshje të mjaftueshme në maj, dhe normalisht besoj që sondazhet që i kemë bërë që varirojnë, varësisht nga fermeri tek fermeri, nga zona në zonë, nga ekspozicioni tjetër e tjera. Presim një rezultat të kënaqshëm edhe të kultura e grurit. Megjithatë, sipërfaqet kultivuese nuk përkojnë me sasi të mjaftueshme. Domethënë, pavarësisht trendeve, pavarësisht lëvizjeve pozitive që janë në sektorin e bujqësisë, edhe sot e kësaj dite vendi karakterizohet me pamjaftueshmëri të prodhimit vendor. Dhe përpasoj, domethënë ke import i cili edhe është i pajustifikueshëm për shumë prodhimet që përkojnë me kushtet tona agroekologjike, edhe shpesh herë ka dilemë se i plotson ose si plotson standardet ushqyese produktit caktuar që importohet. Po, kur jemi tek kushtet atmosferike, profesor, bujqësia në këtë rast, pemtaria u përball me ngrica pas lullëzimit të disa lloje të pemëve. Çfarë ndodhi? U dëmtuan apo si pritet të zhvillohen këto? Domethënë po flet për oscilimet temperaturale që ndodhen këtë vit gjatë muajit prill, që ishin të evidentuara dikon 2-3 ditë të caktuara -4, -5 dhe -6 gradë Celsius, dhe varësisht nga fenofaza e zhvillimit të pemës, damet janë goxha të konsiderueshme. Unë nuk jam specialist i pemtarisë, sepse merrem me fushën e drithra, por një gjë që dihet në parimet të përgjithshme të agronomisë, të ashtu quajturat pemë bërthamore, domethënë që kanë bërtham, siç është pishka, siç është kumbulla, siç është vishnja, janë shumë më të ndihshme në raport me faroret, bie fjala mollë, ndardhën e tjera, sepse të njëjtat, po flas për bërthamoret, lullëzojnë më herët dhe dami tek pema ose te bima në përgjithësi shprehet në shkallë të ndryshme, varësisht në ç'fazë është bima. Sa më avancuar që është drejt sajimit të organeve generative, damet janë më të mëdha. Jo e njëjta temperaturë mund të jetë shumë e damshme për pemën nëse është ajo në fazën e sythit, në fazën e lulës ose në fazën e fillimit të formimit të frutit. Çdo fazë më vonshme është shumë e ndihshme ndaj oscilimeve të mëdha temperaturale ose ndaj temperaturave të ulta. Megjithatë, për shembull pjesa e vravecit që ka goxha shumë sipërfaqe të kultivuara dhe me vreshta, edhe të
njëjtat fermerët e shprehin, domethënë atë brengën, shqetësimin e tyre se domet janë goxha të mëdha, por megjithatë tradita e tyre, për kujdesja e tyre, mulçimi i shumë sipërfaqeshëve, tymosja e tyre. Janë përgatitur për të përballur me këtë situata? Zbatueshmëria të ashtu quajtur sistem antifriz që zbatojnë disa fermerë komercial në pamishtet në plantacionet caktuara të tyre, ka dhënë rezultate, pavarësisht pritjeve që kanë mujt me i pasë, sepse gjithmonë njeriu pret një diçka që planifikon paraprakisht gjatë zbatimit të masave agroteknike. Për dallim nga sektorët tjerë, bujqësia po flas për bujqësinë e hapur në fush, nuk po flas për objekte të mbyllura siç janë serrat e tjera, është goxha si quhet në popullat verësi, sepse është shumë e mvarur nga faktorët e ambientit të jashtëm, domthonë qoftë nga oscilimet temperaturale, qoftë nga çrregullimi i rreshjeve, qoftë nga çrregullimet klimatike që sot janë bërë goxha problem në nivel global, si rezultati shkrirjes së akullnojave, ngritjes së gradës ose temperaturës mesatare vjetore prej vitit në vit, shkatërimit të shtresës së ozonit, shkallës së madhe të industrializimit, kontaminimit të madh si pasojë domethënë e qarkullimit enorm të makinave të shumta, ndotja normalisht që nuk është e njëjtë në fund të ngastrës sikurse në fillim të saj nëse rruga kalon përskaj saj e tjera, dhe këto janë goxha shumë të lashe që i sjellin edhe sektorit të bujqësisë dhe specialistët e fushës së bujqësisë po punojnë dhe duhet të punojnë edhe më shumë në terren në mënyrë që të bëjnë atë kriterin e përshtatshmërisë së bimëve konform lartësisë mbydetare të regionit dhe ekspozicionit të terrenit, se jo i njëjti vegetacion është bie fjala për klinën, prizrenin e tjera që kanë ekspozicion më të ulët të terrenit në raport me viset kodinore malore ku vegetacioni është më i shkurt për arsye se fillon më vonë në raport me pjesë të rrafshta dhe përfundon më herët. Pra janë goxha shumë të lashe me të cilat jo gjithmonë dhe gjithherë fermeri mund t'i menaxhojë çdo të gjitha pa ndihmën, mendoj, qoftë materiale, qoftë mbështetje subvencionuese, qoftë profesionale nga ekipet këshillimore që punojnë në terren, por ato që unë u rekomandoj gjithmonë fermerëve. A ka diçka parandaluese në këtë rast? Po, ata shumë më tepër duhet të punojnë me nivel lokal, sepse vështirë është niveli qendror, domethënë që t'i mbuloj të gjitha pikat, qoftë të prodhimit, qoftë për punuese e tjera, mirë po spektri, gama, zinxhiri i punës duhet të jetë domethënë i tillë që ai të mbyllet prej nivelit lokal deri te niveli qendror, gjithmonë me transferet të reja teknologjike që ata duhet të zbatojnë. Shive, ka një problem, bujar, tash, për shembull për një përvojë 40 vjeçare, me 3 shtator këtij viti bëj 40 vite punë në universitet, nuk ka më vend, jo unë, po asnjë prej agronomëve më dalë mi thonë fermerit punimi, plehrimi, mbjellja, cila do të qoftë mos agroteknika është e rëndësishme. Domthonë nuk kem thonë kur gjë, është fjalë pa vend sepse e di çdo kush atë punë. Plehrimi është ushqim, nuk ban pa ushqim, pik. Punimi është mos themelore agroteknike që duhet të punohet, lavrohet, të homogenizohet toka, të punohet me punim plotësues e tjera që farat mbin pa bariera. Janë të lashe të vogla që tash fermerët pothuajse të gjithë këto e kanë kuptuar. Ideja sot është që t'i thuhet atij kur ajo duhet të bëhet. Çka duhet të bëjmë nëse na s'ka dhënë afati optimal agroteknik? Për një ose dy arsye. Mund të ketë probleme teknike, mund të ketë probleme organizative, mund të ketë rreshje kontinuele që nuk mundsojnë një punë për afatin. Që fermerit i mungojnë këto informacione? Mendoj që ka shumë vend për shërbime këshillimore, domethënë për specialistë të fushës të bujqësisë që të punojnë me fermer prej nivelit të shoqatave deri te nivelet e pushteteve lokale, rajonale dhe qendrore, sepse vetëm kështu mund ta shpijojnë prodhimin përpara. Është thjesht po e marrëm nuk ka shumë, që një shembull po e marr. Dikur ne kemi pas industrinë e duhanit në Gjilan. Kosova ka mbill 70.000 deri në 10.000 hektarë duhan. Është një standard ndërkombëtar. 1 hektar duhan prej trapjantimit fidanit dhe deri në finalizim, domethënë deri në cigare punson 3.5 deri në 4.2 punëtor. Po themi 4. Varësisht nga kushtet klimatike, disa toka janë matrone, disa janë matleta, disa janë deltinore, disa janë ranore, kushtet klimatike e tjera, por është standard që unë se kam shpik, po e thojnë kështu institucionet më kredibile të nivelit botror.
Hipotetikisht, po të mbilleshin në Kosovë 10.000 hektar do punësoheshin 40.000 vetë dhe do siguroheshin ose nuk do eksportoheshin parat të gatshme, qindra miliona euro, por do të qarkullonin në Kosovë. Tani në një debat ma herët, do më thonë një studio tjetër televizive, isha me një rival dhe tha se nuk bëhet ajo punë sepse është kompania Philip Morris që ka kriju monopole e tjera dhe e poshtë që nuk pojtë në punë, dhe i thash mirë në marrëveshje të stabilizim asocimit, me hapa drejt integrimit evropian, a jem na përpara Macedonia, tha jo Macedonia. Pse atëra ata po millin, thash me ato si përfaqësh ashtë më dha kultivuese me donë, tha nuk e di këtë punë. Domthon kur ka vullnet, më u bë diçka, ose shambuj të tillë, muj më marr të vaj, muj më marr të sheqeri. Sot t'jesh i menqër dhe të qëllësh prognozën e sakt për plasman, për shembull nëse i marrëm kultura teksilore që janë kultivuar në Kosovë, sidomos kërpi, pastaj ka pambok, lirë e tjera, dhe donë të prodhosh duks, domethënë veshje e tjera litar të ndryshëm. Dilema është sa kimo pos konkurueshmëri në treg, sepse sot bjefjala tregu kinez ka shku qaq shumë largë, sa që e ka kaluar mbi 1/3 e plasmonit të përgjithshëm të prodhimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E lërë më të na. Por, po flas për produkte që nuk kanë problem me plasman, domethënë ne që të gjithë jemi familjarë, nuk ka rëndësi kush e blen në mbrëmje, por detyrohemi e kemi obligim me blen 1 litër vaj. Për shumë arsye, domethënë nuk ka këtu dilemë. Doni është një e keqe e shoqërisë, por pse ai po pihet në përmosa shumë të mëdha, dhe pse kemi dikon prej 300 deri në 500 milion euro në vit import të duhanit, domethënë parat e gatshme që qesin për jashtë, s'ka problem për plasman. E kem prodhimin e sheqerit që e kem po për para në pej dhe përveç rrafshit e Dugazinit edhe një pjesë e madhe rrafshit Kosovës ka kultivu panxar sheqer, domethënë lanë të parë, e cila është përpunu me pej dhe është prodhim që nuk ka asnjë problem për plasmanin e tij. Domethënë shembull të tillë ka në pemishtet e shumta, tek perimet e shumta, tek kulturat e reja siç janë asparagu që sot më të madhe plasohet në restorane të ndryshme, kulturat aromatike mjekuse e tjera, po. Të punës edhe në këto sektore. Ne kemi bërë shumë gabime. Jemi sinqert. Kush ne? Fermerët apo? Ne si vend, si shtet, në këtë periudhë, një qerek shekulli, domethënë në periudhën e pas luftës, kemi qenë shumë të pamëshirshëm, edhe të pandërgjegjshëm ndaj shkatërimit të tokës. Ne nuk e kemi kuptu. Sarë që u aspjegoj në teren që ne nuk jem pronar të tokës, ki të lashe me ta deri sa. Përfundimisht, do më thonë, e kuptojnë esencën e fjalis ose strukturimin e kuptim plotësit, që ti dush më ka kuptim plot, që me kuptuaj se atë aset nacional, do më thonë atë tokë, ne kem trashiguar nga pararsit dhe kem detyrim me u trashiguar pasarsve. Pra është një aset nacional që u takon preza o në pambarim. Dhe përveç që kem qenë të pamshirshëm në tjetërsim, në uzurpim, në kes menaxhem e tjera, do më thonë, kemë bërë qatë shumë ndërtime në tokat më të mira bujqësore, jo vetëm për banim, po për edhe për qëllim të përfitime të ndua materiale, objekte të ndryshme, pompa, benzine, hotele, motele, e tjera, duke përfituar në kurrës të toka o më të mira bujqësore, të cilat, sidomos klasa e parë dhe dytë e tretë e tokës për bonitet, kanë qenë të sankcionuara me ligj që nuk guxon të ndrohet destinacioni i tyre, sepse legjislacioni në fuqi bukur mirë e sëron këtë çështje, por që në praktik e vërtet e kemë gjendjen goxha alarmante. Cilat janë pasojat e kësaj? Marrëmendse, sot unë nuk e di dhe dyshoj që dikush në nivel vendi e din sa kemë shkatru tokë pune në periudhën e pas luftës, dhe po flas për një qerek shekulli. Është goxha shumë alarmante, jam i sigurt që janë mira hektar, të cilët skemat e tilla nuk do të shije as në Bangladesh, as në Kandahar, as në shtetet që kanë trend shumë të ulët të zhvillimit ekonomik. Do të thonë, ne duhet tokën bujqësore ta ruajmë, ta shfrytëzojmë, ta
ta menaxhojmë, të përkujdesemi për ta dhe vetëm prej saj përfitojmë të mira, sepse është aset për dallim për shembull prej metallurgji ose industrisë së xejeve atje që ti vazhdimisht ato i nxjerr dhe nuk krijohet më bujqësia gjeneron prej vitit në vetëm këtë vit mbjell këtë kulturë, vitin tjetër këtë. Tani kur punoj me fermer, domethënë që janë të dalluar që pjesën ndërmuese i një me njëjën sa shtelasha e punë. Përgjegjja e tyre është gjithmonë nuk ka llogari për punu, nuk leverdis, nuk kurorëzohet me efekte pozitive financiare e tjera. Varet për kulturën, për cilën kulturë është fjala. Domethënë nëse flasim për dritha, vërtet fitimet janë të vogla, por që janë jetike, se duhet sigurohet buka, domethënë janë strategjike. Shivi kroatët, shivi turqit, në dinstiktet e tyre shtetërore, në stemat e tyre shtetërore, i kanë kallit të grurit, tramak të misrit e tjera se i karakterizojnë dhe i kategorizojnë si kultura strategjike. Fermeri kosovar, a ka mjaftueshëm qasje në tregje të ndryshme për të ekspozuar produktin e tij? Tani çështjen e tregut ndoshta ish dasht prej praktikës, prej sondazheve, prej vendit, domethënë duke filluar prej Slovenisë, Kroacisë e tjera që kum pa dhe kum qenë në periudhën e studimit atje, ndoshta ish dasht muni pak më shumë dora e shtetit duke ju parapri tregjeve të caktura me krijimin e pikave grumbulluese për prodhime të caktura. Vështirë është sot specialisti, kushdo qoftë ai, të shkojë te çdo fermer veç e veç, në vend që të shkojë te pika grumbulluese ku mbledhet një numër i caktuar fermerëve. Pra një mekanizëm i modernizuar. Aty mund të mbaj trajnime, këshillime, udhëzime profesionale, dhe prej aty bartet pastaj te X-it, te Y-in, në ngastrën X, në ngastrën Y, jo i njëjtit kultivoj, domethënë, për vitet të tëra në të njëjtën sipërfaqe, të njëjtën kulturë. Ne në agronomik të quajmë karakteristikë të qarkullimit bimor, sepse duhet të ndrohet nga kultura në kulturën tjetër, se ka invazion të madh të patogjenëve, smundjeve, dëmtuesve, barojoteksia e tjera. Pastaj ka karakteristikë të njanshmërisë së ushqimit që vitin e dytë me njëherë starton në start, në planifikim ti do të startosh me 20 dhe 30% ma pak në raport me ato që ka ke realizu një vit më parë. Vitin e tretë po ashtu dhe bie prodhimi. Kjo është një përveç shkollës që duhet të kryet, domethënë në sektorin e bujqësisë, qoftë shkollimi mesëm, qoftë studim i nivelit parë, nivelit dytë e tjera, praktika duhet të jetë gjithmonë evidente sepse ajo që është mësua në shkollë duhet të funksionalizohet në praktik. Profesor, është i trajnuar fermeri kosovar që produktin e tij, në këtë rast një produkt bujqësor ta përpunoj e jo vetëm ta shes direkt nga fusha dhe në treg dhe pastaj po ndodhe dhe ajo humbja bujqësore. Po, e di, çka do të shë fillimisht sa johet nga prodhimi i caktuar, çka do të krijohet. I njëjti në start duhet të plotësoj standardet ushqyese. To janë telashe të mëdha. Për marrë të përpunimit që po thoni, sepse nuk kurorëzohet me efekte pozitive financiare në shumicën e rasteve fermeri kur prodhimi në shet të gatshëm në raport me ato kur ai e finalizon ose e përpunon. Pra, nëse ne shesim grur në industrinë e blojës, në mulli e tjera, është një çmim krejtësisht i pa arsyeshëm për fermerin, që është i lirë, po nëse e intensifikojmë industrinë ushqimore, sepse që të gjithë thash pare jenë familjar dhe blejmë griza, pasticeri të ndryshme, testenin ose makaronët që shuën popullatën nga gruri, atëherë normalisht që çmimet janë shumë të larta dhe në këtë vi përveç fermerit që fiton. A shtyrja juaj që fermerit ta marrë këtë hap? Unë mendoj se Kosova ka probleme në kuptimin e asaj që shumë njerëz thirrën, që merren me bujqësi, po në fakt nuk merren ata. Domthonë ose mund ta kenë më tepër për një përfitim material, për një përfitim të një granti, të një subvencioni e tjera. Domthonë në një vend ku përqindja e popullatës është e madhe që merret me bujqësi, jo fjala se të vonat janë që 60% merren me bujqësi në Kosovë, nuk qëndron kjo absolutisht se 60% më parë nuk jetojnë në zona rurale. Domthonë ma kem pas lufte invazion të madh popullatës drejt qendra urbane, po edhe 20-30% është shumë. Vendet që kanë trend të lartë të zhvillimit ekonomik merren 2 deri në 4% me bujqësi. Ata krijojnë sasi të mjaftueshme të ushqimit për nevojat e vendit të tyre dhe sasi të caktuara për eksport. Domethënë
ndoshta e kom thonë ndryshe në fillim të emisionit, dallim të madh ka sot mes fermerit komercial ose fermerit të madh në raport me fermerin e vogël, sepse unë dhe ti, nëse jim në garë në treg, nuk mund të jam konkurent me 20 ari tuk, ose me 0.20 hektar, në raport me ty nëse ti i kim në predispozicion 200 ose 300 hektar. Ka do që unë ka më shku në punë, ka më pas humbje, si në këfim, këtë, si të punimi, si të plehrimi, ka do që të punësh ti me mekanizm. As njëherës do të kesh humbje sepse ke kryuat ruajtjen e tërësisë teknologjike të tokës, që të shumica e fermerëve këta nuk e kem. Do më thonë, thash në paraprakisht më parë, kem shumë gabime, sidomos s'kem pas shumë kujdes, nuk kem qenë shumë të ndërgjegjshëm në ruajtjen e fondit të tokës. Ti mund të mos apunosh, keni veprimtari tjetër, po nuk i të drejta shkatrosh. Absolutisht. Nëse jeton në zonë rurale, nuk është e lasha ajo punë, mund të kesh një veprimtari tjetër. Mund të bjesh mjek, gazetar, profesor, ku e diun, dhe nuk e sheh si burim ekzistencial pasetin tonë që e ke nga sfera e agronomisë, por të paktën nuk i të drejtë ato ta shkatrosh. Ke përgjithësi ta mirëmbash. Absolutisht. Bjefjala, masat stimulative që duhet t'jenë, do më thonë, nuk jem na ashtë menqër që i kem kriju, i kem marrë nga politikat e përbashkëta të Unionit Evropian, por duhet të monitorohen në teren, se ato duhet të japin rezultate. Ju keni obligim ligjor që fëmijën të sponsorizoni në shkollim. Por nuk ka shumë logjik nëse çmimi i studimit të ti është i shtrejt dhe a ngel. Dhe më thonë, ti e sheh për 2 ose 3 vjetë që nuk po ka sukses, nuk ka logjik se të paguhet nivel studimeve, nëse shkon au ka 6.000, 300-400 euro, nuk e di saksesht, po atë pari sillet. Atëre, normalisht që ti siguron mjete për fëmijën, po që se ka i ka sukses. Nëse për 2-3 vite radhazi përsërit, atëre cila është logjika, sepse gjithmonë çdo aktivitet, çdo punë, edhe në sektorin e bujqësisë, pa me dyshje, pavarësisht që kategorizohet në grupin e shkencave eksakte, matet me indikator të caktuar me tregues, e ato janë rezultati. Ki ose s'ki rezultat. Kjo është. Po. Do të flasim edhe për disa elemente që kanë shumë rëndësi për fermerin, ti dëgjoj këshillat tuaja, profesor, por tani shkputemi për pak çaste dhe rikthehemi pas pak. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Kënd i diskutimit, po flasim me profesorin Nimer Rusinovci, ekspertin e bujqësisë për fermerin kosovar. Profesor, do doja tani ndalemi tek këshillat tuaja për fermerin që të ketë një bujqësi të qëndrueshme, por edhe organike në anën tjetër. Tani, sot bota përballet me mungesë të madhe të ushqimit. Zyrtar është që ka kaluar, do më thonë, numri popullatës mbi 8 miliard. Nëse eliminojmë mëngjesin dhe themi vetëm drekën dhe darkën, do më kemë të bëjmë me 16 miliard racione ushqyese ditore, që është goxha problem dhe sfidë që e pret bujqësinë në nivel global. Por nuk do duhet të ishte kështu. Dakor. Ne, kur kthehemi, gjithmonë flasëm sepse ideja është ti mund të krysh shkollë kudo, sot janë rrugë të hapura, por duhesh atë ta funksionalizosh dhe të shehajrë edhe veni jëtë që të ka çu, do më thonë, në një shkollim atje. Edhe me këthy me konvertu me rezultate konkrete. Në këtë konstelacion, konsideroj që ne duhemi njëherë e përgjithmonë ta kuptojmë rolin dhe rëndësinë e bujqësisë, se me të duhet të merren vetëm ata që meritojnë. Bje fjala, pse mos të ndihmohet fermeri në kompletimin e dokumentacionit, në planet e biznesit, në shumë letra që i kërkohen, do më thonë, të lehtësohet këtë incentiva, jo shumë birokratike, por shumë praktike, sepse shpesh herë ai edhe nuk ka kapacitet ti hartoj ato, edhe nuk ka shumë kohë më marrë me ato, por që të sjell rezultate. Ose kundërta, nëse ai të sjell një
numër të madh të letrave që i ka hartue, përpilue, kopjue, tjera dhe përfiton të mirën materiale, do më në këtë rast grantin, subvencion, ose premin, ose çka do qoftë ajo, dhe nuk jep rezultat në praktik, cila është logjika që ti do më thonë e ke bën një punë tillë, sepse GDP-ja ose bruto prodhimi vendor është alfa dhe omega që duhet të shtohet. Vetëm kështu mund ta ulim importin që edhe sot e kësaj dite e kem të lartë dhe të sigurojmë pak më shumë ushqim për nevojat tona vendore. Janë marramend se çmimet e importit nëse him të qumshti, në prodhimet e qumshtit, të mishit, në prodhimet e mishit, të vezët e tjera. Po në anën tjetër, a kanë lëvizur çmimet edhe në furnizim, me plera, me farërat, si është gjendja e cilësisë, por edhe çmimet e tyre? Ato deshta me thonë me lidhë dhe me atë pyetjen paraprake se nuk të përgjigja saktë sa duhet. Shumë sene nuk më varën prej nesh. Nëse flasëm do më për atë bujësinë bio, që thë ati organike dhe konvencionale, vitin e kalur isha në Gjermani dhe profesor Reineri tha shkalla e zhvillimit Gjermanisë dihet çfarë është, dikon mbi 90% e kemi edhe sot e kësaj dite prodhimtarinë konvencionale. Pra që të ngupet popullata me ushqim, me prodhimtari organike, me këtë numër marramendës, është bukur e vështirë dhe e dyta, të ajo organike duhet plotësohen goxha shumë kritere për prodhimin bio, që të njëjtat mos jenë të kontaminuara, mos jenë afër qendrave industriale, mos ketë domethënë kontaminim biofjak. Te ne çka kemi kontaminues në Kosovë, mund të jetë një prej kontaminuesve, keko, feronikel i ka punon, nuk e di apo nuk punon për momentin, trepça, cimentoria në Lezhën si kontaminues më të mëdhenj njihen. Dhe BE-ja ka rregulla të caktuara. Ne mund të bëjmë hile në një prodhim të caktuar në mes vete. Tregu europian, nëse nuk i plotëson standardet ushqyese të përjashton, dhe ka një esenciale që lidhet këtu, që shumë njerëz domethënë e dinë, po nuk e zbatojnë. Nëse rregullohen problemet në bujqësi, nëse përfillen standardet ushqyese, nëse përmbushen kriteret për prodhimin e caktuar, atëherë problemet në mjekësi janë më të vogla. Edhe është e kundërta. Nëse këtu kemë shumë probleme, përdorim enorm të pesticideve, përdorim të paligjshëm të hormoneve, pararritje të pjekurive parakoshme e tjera, atëherë përfitimi material i individit që i bën ato mund t'jetë për momentin ose për vitin i caktuar, por problemet në mjekësi janë goxha të mëdha, qoftë në kuptimin kancerogjen, qoftë në kuptimin e obezitetit, qoftë në kuptimin e sistemit traktit digestiv, sistemit kardiovaskular, pritën atake të ndryshme e tjera. Pra, përdorimi i këtyre pesticideve të ngjashme janë të pabalancuara. Ideja është që të bëhet një balans gjithmonë me normat e caktuara në mes të ushqimit që prodhohet në sektorin e bujqësisë, krahas problemeve shëndetësore që krijohen në mjekësi, por po u rregulluan këto, po u standardizuan këto, po u certifikuan këto, po u plotësuan kriteret e këtyre, atëherë në mjekësi do të ketë të lashe më të vogla ose e kundërta. Dhe sigurisht që për këto është i nevojshëm informimi dhe edukimi i fermerit në këtë drejtim. Më herët e thot profesor që të rinjt sikur po hezitojnë, me që po emigrojnë, po hezitojnë të hynë në bujqësi. Si është jeta e fermerit në Kosovë? Është i lënë anësh, është i pavlerësuar në shoqëri, prandaj edhe nuk është i motivuar mjaftueshëm për të punuar në këtë drejtim? Po është një çështje që kurdo që punon në bujqësi, me që edhe vazhdimisht jeni në terren edhe kurdo që punon në bujqësi, nëse të njëjtën nuk e ka pasion, rezultati mungon aty. Domthon, kemë të bëjmë me një veprimtari humane, sepse target është prodhimi i ushqimit, të cilën fillimisht fermeri duhet ta dënë. Duhet të ketë, domethënë, kërshëri, duhet ta dojë atë si profesion, nuk shohën në diçka më të privilegjuar. Hajtë po themi të sektori mjekësisë. Kushdo qoftë ai mjeku ose infermierja që punon me pacient, në gjendje tronë shëndetësore, me telashe, me shërbime shëndetësore. Është punë shumë humane, absolutisht. Në raport me këto që punon në sektorin e bujqësisë. Çështja e mentalitetit. Po bëhet veç viti 14 që punoj me gjeneratën studenta të ndryshëm.
është interesant kjo, a i fillimi, kur vinë dhe mund që i përfundojnë maturën, e kanë një farë mentaliteti në thojza, të budallëm, në kuptimin e infantilitetit, jo shumë të pjekur, pavarësisht që kanë kryer një maturë e tjera, dhe e kanë një farë bindje, goxhen nënvlerësuese, nënçmuese, poshtruese për sektorin e inferior, bujqësisë. përballë kolegëve të tjerë, profesionerëve të tjerë. Kur punon me ta, kur bisedon me ta, kur i angazhon ata, edhe i pyet thjesht pavarësisht se çka punon, në drejt përkatësisht në darkë, ka duhesh me pas ushqimin turizm, thot po. Si veprimtari humane, kjo mos pari duhet, duhesh të kesh pasion për to. Mendoj që këtu ka pak goxha shumë, do shta faj shteti, kur është kriju ky slogani, sidomos të gjenerata e re, dhe të tjerë, që thojnë nuk bëhet ky vend, nuk jetohet në këtë vend, s'ka kur gjë në këtë vend. Bukur shumë shëtitje. Një prej shteteve që mas shumë tje frekuentoj, dhe mund qoftë edhe për vikend, është Gjermania. Shumë ish student, të vendas, gjenerat të re që punojnë edhe atje. Për jashtë disa shtresa elitare që kanë përfundu studimet nivelit lartë, dhe mund që punojnë në përposte shumë të privilegjume e tjera. Pjesa dërmuese nuk jetojnë ma mirë. Pra atje i punojnë toka. Dhe atje i punojnë toka dhe punojnë shumë më shumë se sa në ngastrën, në arën, në ekonominë e vetë familjare që kishë më punu. Pse kjo mentalitet? Kjo është gëzë e pakuptueshme dhe ne, po thamë, duhet të hapëm rrugë të rive, duhet të mësojmë këto që përmena paraprakisht qendrat e grumbullimit, qendrat e përpunimit. Tani, duhet edhe ne të kuptojmë që nuk ndërton më shteti fabrika. Ndërton sektori privat, por edhe ai duhet të stimulohet dhe duhet të ketë një kooperativitet. A ka kooperativa? Të ne, për shembull, dhe së dhe kësaj dite ka njerëz që thonë zvynë ma kurgja kooperativa bujqësore, sa e u konë pjellë e sistemit socialist, s'ka kurgja e tjera. A përse që në Francë, krejt sektori bujqësisë, dhe më lidhet në kuptimin e zinxhirit kooperativa bujqësore dhe të kooperantëve që punojnë në të çdo kooperativë. Ajo çka është e mirë. Pra bashkëpunojnë fermerët me vetë. Absolutisht. Ajo çka është e mirë. Merre. Ajo çka se nuk do të kemë as pik nostalgjijas për sistemin e kaluar e tjera. Por që ushqimi duhet të sigurohet, unë nuk e di saksisht, por jam goxha i parafart, nëse e kalkulojmë vlerën e importit, duke fillu prej drithra, deri te produktet e industrisë ushqimore, se kur flas për industrinë gjithmonë mendoj në industrinë ushqimore në bujqësi, vaj, sheqer, gjëra tjera, duhan. Ndoshta është 700 dhe 1 miliard euro vlera importit, është e pajustifikueshme, është e parësyeshme kjo. E thash më para, do të blesh diçka çka s'përkon me kushtet tona. Por të blesh diçka çka përkon me kushtet qoftë klimatike, qoftë toksore, kjo është e parësyeshme. Problematika është sidomos edhe kur importi është më i lartë se eksporti. Po tani, është normali. Na kemë, do më thonë, kemë debalancë shumë të madhe, aktualisht është non me ne, na jena në pozitë shumë të keqe, do më thonë, po edhe projekcionimi i buxhetit kur bëhet, nëse nuk jepet ai tretmoni meritor sektorit të bujqësisë, po thonë gjithmonë me monitorim, atëherë shtetin nuk koincidon me zhvillim ekonomik. Do më thonë, kur është subjektiv, kur ke për nën sektor jashtë sektorit të bujqësisë, sepse unë s'jam i marrë, tu duhet ketë nevojë, vendi ka nevojë edhe për sektorin e arsimit, edhe për të shëndetësisë, edhe për të gjë. Po nuk duhet të nënçmohet sektori i bujqësisë, domethënë duhet ta ketë një balancim, kështu një ekuilibrim krahas vlerave, krahas tretmanit që i takon. Kjo është arsyeja kryesore pse ne nuk guxojmë të anashkalojmë sektorin e bujqësisë dhe pse ne jemi të thirrur edhe profesionalisht edhe shkencarisht duhet të lobojmë, sidomos të gjenerata e re, që këtë sektor mos të anashkalojnë dhe nuk kanë nevojë ta nënvlerësojnë me prodhime të caktuara intenzive, me perime, me kultura aromatike mjekuese, me shumë produkte tjera, do më thonë, po flas nga përvoja, edhe nga e çka shoh dhe çka di, edhe fitohet. Edhe fitohet dhe nuk duhesh të hysh asnjëherë në bujqësi me atë ëndrrimin se nesër do bëhen milionerë e tjera, por që jetohet mirë, kjo nuk ka asnjë dilemë. Shumë probleme që
normalisht mund t'i shkoqëm për një emision që janë në sektor në bujqësisë, këta ofron edhe një shtesë edhe shëndetin. Domthon ajrosjen, vizitat ngostra, riposter, e tjera. Pra duhet fermerët që janë të rryrë, fermerët që janë domethën të skalitur për këtë punë në bujqësi, shpeshherë kum po edhe kur është ditë punë, edhe kur është dita me rreshje, edhe kur është për pasion. Nëse kur është po del lëvizja e diskutohet, po del edhe i lëshon i vëzhgim ngostrës e vet. Kështu domethën knoçet me punën që e ka bërë qoftë gruri, qoftë misrit, qoftë cila kulturë e kanë atë shprehje domethën popullorizojnë mashallah, synikesh mos e pa, prekë hunën e tjera dhe e ka një farë kënaqësie me ato kurëshe që ka bo, sepse po tham krahas shumë problemeve që zillen në sektorin e bujqësisë, të ofrohet edhe shpërbimi shtesë shëndeti, sepse gjithmonë je në lëvizje, je në ajër të posër e tjera. Shive, kjo është e thjesht. Ne nuk kem nevojë me kalkulu, domethënë çaq shumë, sepse kem kalkulime për tjerë sektor që mund të bëjmë. Ka sop më punu, nësë keme sop më jetu heq, na por ashtu domethënë na duhet më udhërzu, sepse jeta është sprov, është të përballon me sfide e tjera dhe po e marr grurin, një hektar grur, nëse i kompleton të gjitha orët efektive, dhe po themi një ditë pune me 8 orë efektive pune, është i barabartë me 5 ditë pune. I ke 360 të tjera që mund të shtrosh aktivitet tjetër, që mund të kesh alternative abytësore, tretësore, tjera. Por, që duhesh me siguru ushqimin. Por që ti e prodhon, e din, kur e ke punu, kur e ke plehru, kur e ke kur, e din domon që s'është i kontaminum, ka standarde ushqyse, ka nivelin e duhur të proteinave. Sot, për një periudhë 25 vjeçare, mos krijojmë një standard buke, që duhet këtë gramozhën e caktuar tjetë, ajo domon krahas standardeve 700-800 gram e tjera. Proporcionaliteti i albuminit, globulinit, gliadinit, gluteninit duhet të jetë e harmonizuar për fermentimin ose ardhjen e saj, tjera nuk kem nevojë, domethënë që të kem bukë të falsifikuara dhe të kem pastaj dilemë me përdorim enorm të aditiveve e tjera që nuk është e shëndetshme. Pra, këtu mund t'i bëjmë. Nëse na flasëm diçka për integrime evropiane e tjera, shpeshherë ata qeshin me neve, sepse janë çështje që nuk mbaren shumë prej nesh, edhe na ka pak, ja bëjmë qefin kështu njerëzve kur dalën më fol në media e tjera, por s'kem ka qik na me rregulluar punë. Standardin e bukës duhesh me rregullu vetë, peshën hektolitare duhesh me zbatua vetë, që të kesh domethënë një 78-82 kg, në mënyrë që nga i grurt kër të realizosh 78-82 kg mill. Pjesa tjetër është him ose kruni që quhet në popullat. Ne shpeshherë kena ble grur me 65 peshë hektolitare që në vende tjera nuk e përdorin shumë as për ushqim baktije. Ju kujtohet afera, domethënë kur Shqipëria na e pa të kthy grurin edhe patatën. Te patatja ka pas pak hile, te gruri kanë pas plotësisht drejt se kem plotësu nivelin proteinik, domethënë kem mendu na që blejmë dikon grur nga rezervat shtetërore të Serbisë, edhe të fitojmë t'ju shesim më shtrejt atje, nuk e ke plotësu standardin e hektolitrit, standardin e proteineve tjera ta ka kthy. Është këto janë ajo zinxhiri ushqyes që duhet të prodhohet dhe të kontrollohet nga mekanizmat shtetëror, përfshi këtu edhe inspektor fitosanitar, përfshi këtu domethënë edhe mosat rigoroze të kontrollit që bëhen në terren e tjera. Ky vend ka njerëz që duan të punojnë dhe kanë nevojë për mbështetje. Unë nuk jam ai që i mbështes materialisht, ato i mbështet domethënë niveli lokal ose niveli qendror, por profesionalisht normalisht jeni pranë fermerit. E ke obligim, domethënë je i thirrur për atë punë, sepse tani me kalimin e moshës nuk është ajo kur gjë nëse i man vetëm 4-5 orë ligjërata në javë dhe s'ban kur gjë tjetër. Duhet të kesh një rezultat në terren, domethënë që të kurorzohet me efekte pozitive financiare të shkolla e prodhimit, të ulja e importit, të shtimi i GDP-s e tjera. Po, dhe profesor, për fund fare disa rekomandime shtesë krahas këtyre për fermerin kosovar që duhet i ketë parasysh gjatë kësaj sezone të punës? E para, gjithë fermerët duhet të zbatojnë mosat agroteknike ashtu siç ja rekomandojnë ose siç ja preferojnë agronomët. Vetëm kështu mund të shtojnë prodhimin, sepse sot ka dy probleme. Zgjerosh sipërfaqe punuese, është
realisht, mos më thonë e pamundshme, shumë e vështirë. Por të shtosh prodhim për njësi si përfaqësore, kjo është e logjikshme dhe këto duhet ta bëjmë. Në mënyrë që të kemi më shumë prodhim e më pak import. Çështja tjetër, serioziteti i fermerit që merret në sektor të bujqësisë, qoftë në prodhimtarinë bimore, qoftë në prodhimtarinë blegtorale, duhet të jetë i duhur. Dhe nuk mundet asnjëherë fermeri, domethënë në fermat e tij blegtorale po flas, të ketë sasi të qumshtit, të mishit dhe në produkteve të tyre nëse nuk ka sasi të ushqimit, qoftë misrit, qoftë jonxhës, qoftë kulturave foragjiere tjera. Harrova të thënë faktin se të gjitha kulturat e kanë rolin dhe rëndësinë e vetë. Misri në një formë është taj qelësi i zhvillimit të bujqësisë. Misri është promotori i zhvillimit të bujqësisë, dhe më në qoftë për mbashtrim të kategorive të caktuara të kafshësh të pjake, që ndoshta ne më shumë të mendojmë të gjedhet, pavarësisht edhe kategorive më timta, që janë delet, vrit e tjera, por që laktacioni i lopës qumshtore, do më thonë, mund tjetë e frezis, mund tjetë edhe tipi kombinuar cimental, mund tjetë Holstein e tjera që të arrinë maksimumin e prodhimit të qumshtit, donë për kujdesje të veçantë edhe donë ushqim që gjithmonë specialisti duhet t'ja rekomandoj afatin optimal kur duhet me zbatu këtë ose atë mos agroteknike përkatësisht për kujdesjes. Nëse e marrëm për shembull misrin, ne deri vonë niveli ballkanik dhe literatura ballkanike edhe sot e kësaj dite që gjendet që është e gabuar thotë jep mbi 150 prodhime. Donat amerikane sot janë që misri realizon mbi 500 produkte. Shkoni në qitore kur të doni, bleni vaj, përja shto ullirin, se është pemë, luledili, kolze dhe vaj misri, gjithmonë ka më qenë këj më i shtrejt. Sepse është përveç tjerash, jo vetëm ushqys, por është edhe kurativ, është edhe shërus. Gjithë njerë që kanë problem me mbi pesh, me obezitet, përdorin, ja këtu rekomandojnë vaj misri. Biofjulli, do më thonë, etanoli, po flasë për nivel të larë, ku ka shkusat që jem shumë larë prej atyre ne. Por nuk mund të kesh blegtori të intensifikuar pa një prodhimtari intenzive të misrit, jonxhës dhe kulturave tjera foragjiere. Pra, fermeret duhet ta kenë të kjo një herë për gjithmonë, sepse mu ka kesh para disa muajve në një debat me një nga Ministria e Tregtisë, nuk e di as kush ka qenë ai, tha nuk ka llogari e blejmë. E blejmë tha misrin, e blejmë grurën, e blejmë. Thash në rregull, e si lozhën, tha çka është ata, nuk e di. Nuk e din këtë punë, masi nuk e din le, mos janë ai. Se ne duhet të mendojmë më seriozisht që të kemë ushqim sa më shumë nga kushtet tona. Domthonë ushqim vendor të standardizuar, që dihet saksisht edhe originaliteti i tij, domthonë prej fillimi deri në fund. Ndoshta, por sigurisht shpejt duhet mendojnë fermerët edhe për një lloj ditari punës ose një lloj evidentimi të krejt asaj që ka bojnë prej dikun ka, dikun hala nuk janë të pajisur me ato, duhet të ketë domethënë gjëra të evidentuara prej fillimit periudhës vegetative deri në përfundimin e saj, sepse duhet ta di gjithëherë fiton fermeri. Bie fjala në vitin 2005 ka qenë 5 maj, kur ka qenë temperatura -5 gradë Celsius, kur fermerit në Pestovu, Bedri Kosumit, i kanë shkatruar dikon ndoshta 70 hektar patate. Është e vërtetë, domthonë që kena qenë vizita, nuk i tash vlerat përmend, shkolla e dëmtimit sa ka qenë e tjera. Mirë po, ajo që ka ti mund të bash, dhe ajo që ti mund të preç, si ndihmë nesër mas nesër nga shteti, duhet mu dokumentu. Domthonë duhet më qenë evidente. Prandaj kem bajgi punë shumë me fermer, po e tham për fund edhe një herë që kam vrejt një interesim shumë të madh, një vetdije shumë të lartë te një pjesë e caktuar e fermerëve të mëdhenj komercial që e kanë këtë punë goxha përime. Kjo është rëndësishme. Faleminderit shumë, profesor. Absolutisht, ishte kënaqësi. Dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm, sa i përket emisionit Këndi i Diskutimit. Shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.